Natyrisht që si LDK përjashtojmë mundësinë e koalicionit me PDK-n, e shohim si rival kryesor në skenën tonë politike, ka aq shumë që na dallon. Po thua është mbushur mend Lidhja Demokratike e Kosovës që ti thotë jo përfundimisht PDK-s? Po shpresoj shumë që po kushtrim. Unë mendoj në fakt që po. Mirë po me qenë se me buzëqeshje bone pyetjen edhe Patjetër. Po mendoj që nuk ka strukturë, nuk ka person brenda LDK-s për momentin që nuk e ka kuptuar dëmin. Lidhja Demokratike e Kosovës s'do të bëjë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, as para zgjedhor, as pas zgjedhor, dhe vendimi tjetër që ekipi politik, drejtuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës të përpiqen të bisedojnë me lëvizjen vetëvendosje për një koalicion para zgjedhor, i cili dështoj apo pas zgjedhor. Do me thënë, vendimi është me dy faqe, njëra ka dështu, është e hapur. Çështja e relacionit LDK-PDK është e përfunduar. 12 vite qeverisje po besoj të PDK se kanë bërë të vetën, edhe në mosbesueshmërinë si partner, por edhe në mosbesueshmërinë e ndërtimit të alternativave ekonomike, politike, tregtare, të mirëqenies, të shëndetësisë, arsimit e drejtësisë në këtë vend. A është interes nacional i Kosovës? Është interes nacional i Kosovës që LDK-ja të jetë në pozitë dhe që PDK-ja të jetë në opozitë. Dhe në vendimin tonë politik, konsistent për gjatë 2 viteve të fundit, dhe të volosur dhe së fundmi, edhe me këshill të përgjithshëm, edhe me vullnet të kryetarit partisë dhe të kryesisë, dhe mbi gjitha me orientimet e kryeministres së ardhshme të Kosovës, relacioni LDK-PDK është i harruar. Është i harruar për një kohë të gjatë. Ne madje jo vetëm që kemi vendosur në stad harrese relacionin LDK-PDK, por kemi avancuar dhe me preferenca ndaj koalicionit të ardhshëm qeveritar që LDK-ja do ta ketë në mandatin e ardhshëm. Unë dhe para zgjedhjeve të shkurtit kam pas folur pra më shumë në një trajt projekcioni për një qeveri pa lëvizjen vetëvendosje. Dhe kjo, domethënë, do të ishte zgjidhja për vendin, po kjo varet drejt për së drejti nga vullneti qytetar, nga vota 28 dhjetorit dhe nga mbështetja që do të marrim ne. Unë mendoj që bashkëpunimi me subjektet e tjera politike jo vetëm është i mundshëm, po bëhet i domosdoshëm. Dhe për këtë ne duhet të punojmë. Pra qëllimi ynë po është që me njëherë të themelojmë institucionet e reja. E para, LDK-ja nuk mund të fitoj 50% vota, por s'mundet askush tjetër. Dhe do të ketë nevojë për një bashkëqeverisje. Koalicion qeveritar. Unë besoj që kështu do demokracia. Dhe kështu qeverisët pjesë më të madhe të sistemeve. Nëse delni i pari, i dyti ose i treti, me kë preferoni qeverisë? Natyrisht ne preferojmë ndryshimin. Janë qytetarët që përcaktojnë fuqinë e secilës. Në leximin tonë janë 2 alternativat vetme sa po i shohim. Ose do të ketë qeveri të vetëvendosjes, ose do të ketë qeveri të LDK-s. Alternativa tjera nuk kanë këtë skenar tanishëm. Ose vetëvendosjes ose të LDK-s. Ka alternativa tjera. Kur kam thonë unë që duhet për 2 shkija me zgjedh keshin më të vogël për LDK-n, ata nuk e kanë zgjedh keshin më të vogël, keshja më e vogël u kon LVV-ja, arsyeja pse sepse ne kemi pas një gjysmë elektorat tonin që është shku në LVV dhe ata kanë qenë të listës Guxha. Dhe për me mora ta me i pru mrena është dasht me bo një koalicion me LVV, si pas menimit tem. Dhe ata kanë refuzuar në bo bishti PDK-s dhe LVV-ja ka shfrytzu për mrekulli këtë punë dhe ka thonë LDK-ja nuk pëdën pa PDK-n. Dhe kjo i ka kushtu LDK-s. Ata 20.000 votues që na votu në shkurt të vitit 2025, kur ponë që dikush për të mu bo prap bisht ose s'po mundet pa PDK-n, atëherë tha na po kthehemi apet ku na kom. Dhe kjo e vërteta. Ndërsa, sa i përket këtij rezultati që është tash, këtë narracionin që mos me bo me LVV nuk e ka bo Lumir Abdigjiku, ka bo të tjerë, ma vënd të flasu për këtë punë, dhe sepse Lumir Abdigjiku i ka pyet një nga një gjithë deputetet e kuventit me kanë po preferani ju, dhe pjesa tërmusën në kohë që më shku me bo një koalicion me ata që e kanë pjesën 100.000 votuesi kanë atje. Po si do që tjetë kjo ka kalu. Kush ka qenë kundër? Kundër ka qenë Kujtim Shola. Kujtim Shola i pari. Ka qenë kundër? Kundëri vetë ka thonë unë du me PDK-n.
Kujta? Sakt. Kujtim Zhola ka thonë du me PDK-n.